Ne do bëjmë gjithçka mundemi për ta kthyer besimin e madh që na kanë dhënë qytetarët shqiptar. Edhe këtu në Vorë, edhe pse rezultati i numrimit elektronik duhet të kishte dalë që mbrëm, dhe ky është qëndrimi ynë, besoj ky është qëndrimi juaj që keni pritur për këtë rezultat. Ne investuam në numrimin elektronik për Vorë dhe 110 pikërisht për të dhënë rezultatin, për të vazhduar traditën e pasqyrimit rezultateve në kohë reale, ku Bashkia e Vorës do kishte qenë bashkia e parë që do shpallte fitoren e thellë për Partinë Socialiste, siç edhe rezulton nga ky numrim sot. Partia Socialiste ka fituar në Vorë ashtu siç pritej, me një diferencë të thellë për shkak të punëve të mira që ne kemi bërë këtu, jo vetëm rindërtimit, por edhe projektet e tjera të zhvillimit të Vorës dhe të infrastrukturës, shkak të punës të madhe në terren. Partia Socialiste, e cila është shumë pranë qytetarëve çdo ditë vitit, jo vetëm në muajin e zgjedhjeve, dhe ky rezultat reflekton këtë besim të madh që Vora, qarku i Tiranës dhe gjithë Shqipëria i ka dhënë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Juve ju falenderoj shumë për... Pse mendoni që po vonohet rezultati? Pse nuk ka dalë ende nga KSZ? Jo, është procesi teknik i përcjelljes së rezultateve, ne sapo e morëm rezultatin ton, i cili u përcoll te KQZ-ja dhe i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shpallë zyrtarisht rezultatin në Vorë për shkak të asaj që quhet numrimi elektronik, po në fakt nuk përfundoi në një numrim elektronik siç duhet. Pas rezultatit që ju kanë dhënë juve, sa vota ka grumbulluar Partia Socialiste? Kemi një diferencë shumë të thellë, edhe pse kanë votuar më pak në Bashkinë e Vorës. Partia Socialiste ka një rritje në përqindje nga 2021 dhe partia ka një rënje serioze si në të gjithë Shqipërinë, dhe diferenca është thelluar me Partinë Socialiste. Kështu që unë uroj të gjithë ekipin ton të Partisë Socialiste të Vorës, uroj të gjithë qytetarët e Vorës, faleminderit për mbështetjen dhe ne dua kthehemi punë. Mungesa kundërshtarëve tuaj në këtë proces tregon që pranojnë humbjen apo diçka tjetër? Mungesa e tyre gjatë ditës sotme tregon që edhe konflikti i stisur i djeshëm nuk kishte as vërtetësi, as kishte bazë, po ishte aty thjesht për të prodhuar zhurmën e radhës për shkak të dienisë së tyre të plot se ç'rezultate dobët do merrin në Vorë. Ata asnjëherë nuk i kanë kthyer syt nga Vora kur kanë kaluar këtej, kanë ardhur vetëm dje për të bërë shernajën e radhës dhe përgjigjen e morën. Do ta merrnin dje nga numrimi elektronik, e morën sot. Faleminderit për rezultat për ju nga Vora? Absolutisht po, për gjithë arsyet që unë ju rendita. Faleminderit shumë edhe suksese të gjithëve.